kemi dashur dhe vazhdimisht kemi insistuar t'i mbajmë zgjedhjet që nga 96 dhe kemi pasur arsye për këtë. Dhe jo vetëm këtë, kemi insistuar për të konstituar Parlamentin e Kosovës që nga 92 për të manifestuar edhe njëherë fuqishëm vullnetin politik të popullit të shfaqur me referendum për pavarësi, po kjo nuk u bë. Ne edhe tani, parimisht, jemi për zgjedhje sigurisht dhe do të duaj të insistonim, mirë po të paktën të pritej gjersa të mbaronte lufta në Drenicë. Këtë do të duaj ta bënim. Sigurisht, në qoftë se do ta kishim me gjithmend çështjen e ndërtimit, mbarimit të ndërtimit të institucioneve shtetërore në Kosovë, formimin e parlamentit të ri, konstituimin e tij, ku presidenti do të jepte betimin dhe emrimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës. Sigurisht, mbajtja e zgjedhjeve pikërisht sot bart me vete të rrezikun që përfaqësuesit legjitim të popullit shqiptar, të cilët kanë mandatin e popullit për të përfaqësuar këtë popull në bisedimet, në negociatat, jo bisedimet, por negociatat, në dialogun e arshëm shqiptaro-serbe, ata janë presidenti i Republikës së Kosovës, doktor Ibrahim Rugova, Parlamenti i Kosovës i dalë nga zgjedhjet e 92-shit dhe qeveria e Republikës së Kosovës me kryeministrin në krye, doktor Bujar Bukoshin, do të mund të ndodhte të humbnin legitimitetin e tyre për shkak të situatës së luftës, kur sipas vlerësimit tim të lirë, thuaja 1/3 e elektoratit do të mund të mos delte në votime. Unë nuk do të doja që të na ndodhë kjo. Unë shpresoj se ndarja e subjektit politik shqiptar nuk do të reflektohet në një ndarje tragjike të popullit shqiptar, jo vetëm të Kosovës, lidhur me këtë vendim, sipas meje, të paarsyeshëm të udhëheqjes më të lartë politike të Kosovës.